shkak se ne shpesh jemi prej ose fëmijët, sidomos adoleshentët brin prej e keq interpretime fetare, ideve, koncepteve të mrapshta fetare, e pastaj ato krijojnë çrregullime në shoqëni, radikalizma, ekstremizma. Okej, ti nëse don me ndërprej si institucion si shtet, nëse don me dhon fund keq interpretime ose rënien pre të fëmijëve të adoleshentëve që të mos bien prej e keq interpretime fetare radikale ekstremiste, atëherë fut edukimin fetar në shkolla, edhe ti në mënyrë në vi institucionale ja u shpjegon aty në fen, si islame, si krishtere. Mirë, ndoshta ky është edhe një mesazh nga ju që të futet ndoshta lënda e edukimit fetar në shkolla pasi edhe ishet pajtimet, po që jemi në minutat e fundit edhe di që... Kurse si Asone, nuk jam kundër kësaj. Mirë po do të kishte qenë shumë e rrugës që të rregullohen shumë çështje të cilat... Tjera, paraprake ndoshta, paraprake. Kjo që të kalojmë pastaj, se nuk është pa nevojshme. Unë konsideroj Mirë po, në momentin që përmendim edukimin fetar, atëherë sigurisht se mendja se cilit që na kanë mësuar mu fala. Na nuk e dim konkretisht se çka kemi në shtjelluna, po sigurisht që jemi. Para të thashë në fillim vorët se çfarë koncepte do vjelnin prej burime dhe filozofive të ndryshme fetare dhe duke i fut në një